më katova, jam kthy për mirë në të gjitha aspektet fetare, elhamdulillah. Mirë po thot po vuaj, a më falë Zoti apo dë më kthehet dënimi. Elhamdulillah që ky mëkat është bë sebeb që ti më u kthy në gjitha aspektet fetare ka Zoti. E tash që ban gajle a do të më falë apo jo, kjo është thjesht prej shejtanit. Ai po shes se ti e përmirësu dhe nga dera që ti ke mëkatu, ai po da prap me të kthy tek humbja e shpresës në Allahun. Gjuje këtë mendim. Nëse je kthy elhamdulillah në rrugë të Zotit, je pendu sinqerisht. Sinqerisht je pendu. Allahu ka garantu se ti fal mëkatet. Allahu ka garantu, jo unë. Prandaj ky mendim se ti po vuan, a do të më fal Zoti, a do të më kmerret, a do të më dënoj, është thjesht prej shejtanit me të demoralizu. Urime, përgëzime për ty që je përmirësu edhe je pendu nga mëkati, absolut më së baj gajle. Elhamdulillah.